Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Unë quhem Ina dhe jam 35 vjeçe. Jetoj prej disa vitesh në qytet në Tiranë dhe punoj në një zyrë që ndodhet pothuajse në anën tjetër të tij. Për shumë njerëz, udhëtimi për në punë është thjesht një rutinë e zakonshme, por për mua është bërë një pjesë e veçantë e përditshmërisë time. Arsyeja është shumë e thjeshtë, pothuajse çdo ditë shkoj me taksi për në punë. Në fillim nuk ishte një zgjedhje që e bëra me dëshirë. Autobusi që kalonte pranë shtëpisë time ishte gjithmonë plot dhe vonohej shumë. Shpesh ndodhte që të prisja gjatë në stacion, ndërsa njerëzit shtyheshin për të hipur brenda. Pas disa muajsh lodhje vendosa të ndryshoja diçka. Një mëngjes dola nga shtëpia pak më herët, hapa telefonin dhe porosita një taksi. Kur makina u ndal para pallatit tim, ula në sediljen e pasme, ndjeva një lloj qetësie që nuk e kisha ndjerë më parë në ato mëngjese të nxituara. Udhëtimi ishte i qetë, i rehatshëm dhe arrita në punë shumë shpejt. Që nga ajo ditë, kjo u bë rutina ime. Çdo mëngjes rreth orës 8 zbres nga pallati, pres disa minuta dhe një taksi ndalet para meje për të më çuar drejt punës. Në fillim, udhëtimet ishin shumë të qeta. Hipja në makinë, përshëndetesha me shoferin dhe shikoja rrugën përmes xhamit ndërsa qyteti zgjohej ngadalë. Dyqanet hapnin çepenat, njerëzit nxitonin drejt punëve të tyre dhe rrugët mbusheshin me makina. Me kalimin e kohës filluan edhe bisedat e para. Taksistët janë njerëz që takojnë shumë persona çdo ditë. Ata dëgjojnë histori nga pasagjerë të ndryshëm dhe shpesh kanë edhe vetë shumë për të treguar. Njëherë hipa në një taksi ku shoferi kishte punuar për shumë vite në Itali. Gjatë gjithë rrugës më tregoi për restorantin ku kishte qenë kuzhinier dhe për jetën që kishte bërë atje. Një tjetër më tregoi histori nga vitet kur kishte punuar shofer autobusi në Gjermani. Një burr më i moshuar më foli për kohën kur qyteti ishte shumë i vogël dhe rrugët nuk ishin kaq shumë trafik. Këto biseda të vogla e bënin udhëtimin më interesant. Ndonjëherë taksistët më kujtonin pas disa javësh dhe më thoshnin: "Ju vini shpesh nga kjo lagje, apo jo?" Unë buzëqesha dhe përgjigjesha: "Po, çdo mëngjes." Me kalimin e kohës fillova të kuptoj se çdo taksi ishte një histori e vogël më vete. Disa shoferë ishin shumë të heshtur dhe thjesht dëgjonin muzikë ndërsa vozisnin. Të tjerë ishin shumë llafazan dhe fillonin të flisnin që në minutën e parë. Njëherë, një taksist më tregoi për familjen e tij dhe për mënyrën si përpiqej të punonte sa më shumë për t'u dhënë fëmijëve një jetë më të mirë. Këto histori të vogla më bënin të kuptoja sa shumë jetë të ndryshme kalojnë çdo ditë nëpër të njëjtat rrugë. Por një mëngjes ndodhi diçka që më bëri të mendoj më gjatë se zakonisht. Ishte një ditë e zakonshme pune. Qielli ishte pak i mbuluar me re dhe qyteti dukej më i qetë se zakonisht. Porosita taksin si çdo mëngjes dhe pas disa minutash një makinë gri u ndal para pallatit tim. Shoferi ishte një burr rreth të 50-tave me një zë shumë të qetë. "Mirëmëngjes", më tha ai. "Mirëmëngjes", ju përgjigja dhe ula në sediljen e pasme. Makina filloi të lëvizte ngadalë nëpër rrugët e qytetit. Në fillim nuk folëm shumë, po dëgjoj një muzikë lehtë në radio dhe trafiku ishte i zakonshëm për atë orë. Pas disa minutash ai më pyeti: "A punon në zonën e zyrave?" "Po", i thash, "ku e kuptuat?" Ai qeshi: "Kam çuar shumë njerëz atje." Pastaj filloi të më tregonte për punën e tij si taksist. Më tha se kishte mbi 20 vite që e bënte këtë punë dhe se gjatë gjithë kësaj kohe kishte dëgjuar histori nga më të ndryshmet. "Njerëzit ndonjëherë hapen shumë në taksi", tha ai. "Pse mendoni kështu?" "Ndoshta sepse e din që shoferi është një i panjohur dhe kur flet me një të panjohur ndonjëherë është më e lehtë të thuash gjëra që nuk i thua askujt tjetër." Kjo fjali më bëri të mendoj. Ai kishte të drejtë. Në ato pak minuta udhëtimi me njerëz të panjohur bëhet më i rehatshëm.
Kur arritëm pranë ndërtesës së punës time, ai ndaloi makinën. Shpresoj të keni një ditë të mirë. Faleminderit edhe ju. Teksa po hyja në ndërtesë, mendova për bisedën tonë. Kuptova diçka shumë interesante. Ndonjëherë momentet më të thjeshta të ditës, siç është një udhëtim i shkurtër me taksi, mund të sjellë biseda dhe mendime që të mbeten në mendje për një kohë të gjatë. Që nga ajo ditë unë vazhdoj të marr taksi pothuajse çdo mëngjes, dhe çdo herë që hipi një makinë të re, pyes veten se çfarë historie të re mund të dëgjoj gjatë rrugës për në punë. Në fund të fundit, çdo rrugë në qytet nuk është vetëm një udhëtim. Është edhe një mundësi për të dëgjuar një copës nga jeta e dikujt tjetër.